Thështi, ju jeni antar i Këshillit Bashkiak dhe unë ju ndoqa dhe vetë, ju ishit në shkarkimin e Veliajt. Me thënë drejtë, unë kam bërë i pari kërkesën që në shkurt, për arsyen sepse, shiko, mendoj një autobus. Jo, dhe se pyetje tjetër, Në vazhdo. rregull, Jo, po, vazhdo. Du ta justifikoj pse unë kam qenë i pari që kam kërkuar shkarkimin e Veliajt. Ende pa u shpreh gjykata, dhe sot nuk është shpreh gjykata. Pra ende nuk ka një vendim formë shpreh që ai është i fajshëm. Ja. E megjithatë kemi 7 muaj kohë, pra kemi 7 muaj që nuk ka një kryetar bashkie. Dhe është një rol ekzekutiv, pra është CEO e administratës. Mendoj një biznes që për 7-8 muaj nuk ka drejtore. Jam desik dakord, por nuk është për fajt ti. Padyshim. Nuk është për fajt ti. Padyshim, por nuk është as për fajt qytetarëve të Tiranës. Por nuk është as për fajt ti, është një dëgjoj. Pra, mos kemi të bëjmë këtu me kapërcim të procesit nga drejtësia, sepse fare mirë mund ta lejë Velit, mund vazhdo dhe punën për Tiranën dhe vazhdo një gjendjen vazhdoj se hetimet deri kur ta bishte gjyq. Ti e di shumë mirë, kryetari i Bashkisë New Yorkut, majori që i thënë, ka 12 akuza dhe ka kaq kohë që vazhdon gjyqet, para i vazhdon si majori i qytetit. E para dhe dorëheqjen tani dhe nga garimi. Garimi, po, dorëheqjen nga garimi, po, jo që po. Tash ky është i zgjedhur. Ky nuk kërkoi që të shkojnë në burg. Ta marrim të kundërtën, nëse ky do ishte i smur. Jo për arsye ti. S'do ta shkarkonin, garantoj që s'do ta shkarkonin. Unë prapë do kërkoja shkarkimin. Ajo është punë tjetër. E di pse, sepse duhet ta ndajmë. Pra, mund ta ndajmë në 3 faza këtë, se është diskutim i gjatë. Pra, pjesa e parë është a duhet apo s'duhet të arrestohej. Pjesa e dytë ishte a duhet apo s'duhet të shkarkohet, dhe pjesa e tretë është a duhet apo s'duhet bëhen zgjedhjet. Të treja këto janë debate të shkëputura. Por sa i përket arrestimit, SPAK-u, dhe që është prokuroria e posaçme, por edhe gjykata, në të gjitha nivelet, nga niveli i parë deri në gjykatë lartë, ka gjykuar që ky njeri duhet të jetë në hetim, pra në gjykim, para se të shkojë në gjykim, në mas arresti me burg. Që do thotë, kur mas arresti me burg merret kur ka risk që personi të largohet ose të personi të përsërisë. Por të largoi herë, ai nuk e largoi se ishte në Amerikë një javë përpara dhe u kthy. Po them, dhe u bë zhurmë. Kush janë argumentet? Po të largoi tregoi që nuk largohet. Të prishi provat. Të prishi provat çfarë provave të rikrye veprën penale. Tani gjykata ka vendos dhe ka gjykuar që është masa më e saktë për këtë njeri është që të rrinë në burg. Dhe këtë ka vendosur gjykata shkallës parë, këtë ka vendosur gjykata e apelit, këtë ka vendosur gjykata e lartë. Gjykatat që kontrollon SPAK-u. Të gjitha, edhe gjykata e lartë. Pra, të gjithë niveli i gjyqësor ka vendosur që mënyra më e mirë për ta hetuar këtë njeri është me arrest me burg. Tani, dakord. A hym në diskutim, bim dakord, është unë mendoj që drejtësia hetimet marrun. Jo, s'kan për një sekondë. Hetimet kanë marru, janë mbyllur hetimet. Po. Por çfarë ky njeri duhet të rri akoma në burg? Pse mos bëhet gjendje të lirë? Një, e dyta. Ju jeni jurist dhe unë pyeta dhe jurist tjerë. Sot ai ka bërë kërkesën, por se mi kalove të treja, ti marrim me radhë. Atëherë që duhet të pjesa e parë. Tani unë mendoj që ai duhet të ishte në burg, sepse ka shumë pushtet për të prish provat. Tani, kjo është çfarë mendoj unë. Po. Por thash, ne kemi një sistem drejtësie që i ka marrë hap pas hapi. Thënë kjo, sistemi i drejtësisë në Shqipëri është agresiv. Faleminderit. Pra, sistemi i drejtësisë në Shqipëri merr rob kot që s'kan asnjë mundësi për të prish provat dhe i harron në burg. Po. Nëna me kalamanin përdor e kanë çum burg. Pleqe, plaka e kanë çum burg. Shumë dakord. Për vepra penale shumë më të vogla. Dhe ky është sistemi i drejtësisë që ne kemi, reflektohet dhe ke kryetari i bashkisë. Po ky është sistemi i drejtësisë. Pra prokurorët janë bëjmë një vendim politik këtu kombinuar me ose me qarqe politike, se nuk them vendim politik, po me qarqe politike që janë të lidhura me SPAK-un dhe janë, ne i dim, duke filluar që ke prokurori Veliajt. Mënyra që është përdorur, jeni prokuror vet, ju folet për etikën, ju folet llapa, çfarë nuk e tha juve, nuk i përgjigjet me të njëjtën monedhë. Si mundet një prokuror përdori një gjuhë të tillë në sallë gjyqit? Tash ti ke eksperiencë dhe jashtë. Pra, mos kërkojmë një krah dhe kërkojmë engjët një krah dhe
djajt në krahun tjetër. Unë po them. Pra ne djallin e kemi hapërdat gjitha ne. Spaku është represiv. E gjithë prokuroria janë represiv. Dakor, tu marron për mua. Fakti që është represiv është i pa drejtë dhe i pa aftë për të marrë vendime të qarta dhe të sakta. Ideja është kështu, pra duhet ndar hetimi nga gjykimi, sepse ai mund dënohet edhe 10 vjet burg. Mund dënohet edhe thjesht me shërbim prove. Mund dënohet edhe më dali pafajshëm. Pra nuk është dhënë akoma dënimi. Spaku masa e parë që merr është burgu, para se faset mendohet a duhet apo s'duhet. Por në rastin konkret ka kaluar të gjitha nivelet. Megjithatë, thash, ky nuk është një problem i një njeriu, ky është një problem i sistemit të drejtësisë Shqipëri që është represiv. Kalem tek e dyta. Fakt ju e dini shumë edhe Kosova bile se ka, edhe perëndimi. Gjykata nuk i jep urdhër arresti pa pru prokurori provat bitë se që ky njeri. I ka çu pra. Po jo, pra nuk i kanë për të. Përderisa ata kanë marrë këto vendime, unë mendoj që kanë shumë. Por e vendimet, se ti tash i fole për atë që tha për internime, vendimet kanë marrë gjithë jetën këtu këne. Unë po them se si proces, se ne, qoftë për Ilir Metën, që unë nuk kam simpati, por se duhet bëhen ato mënyra se sido që jetë, statusi që ka pas, president, ministri. Po jo, edhe me qenë qytetari i zakonshëm, pra ti nuk mund ta fuzësh në burg si masë e parë. Pra burgu duhet të jetë shumë si masë, pra gjatë hetimit. Pastaj në fund mund të jetë dënimi me burgu, është tjetër gjë. Ora mund të jetë edhe për jetë dënimi. Por gjatë hetimit duhet që burgu të jetë shumë i rrallë. Në Shqipëri burgu është masa kryesore. Pra ai të futi në burg, pastaj heton çka ke boti. Faleminderit, të futi në burg, pastaj heton çka ke boti. Kjo domethënë nuk është drejtësi. Kjo duhet ndryshoj. Ti duhet, po pra më rregull. Duhet ndryshoj, por duhet ndryshoj për njeriu i zakonshëm një herë, pastaj pa dyshim edhe njeriu i zakonshëm, çdo njeri është njeri mër.